Putini kur sugjeroi një qeveri të përkohshme për të drejtuar Ukrainën me supervizimin me mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, një plan në cilin për artimin e tij mund të përfshihen edhe Amerika edhe Bashkimi Evropian. Tha Putin, mjafton që Zelenski të ikë, është president jo legjitim. Më thënë, që këtu kemi një ndërhyrje në punët e brendshme të Ukrainës, çfarë do të thotë ky plan? Nëse merret qoftë edhe parasysh nga Amerika dhe Europa për të diskutuar. Ky është një plan absurd, është në kundërshtim të plot me konventat e OKB-s mbi sigurinë dhe sovranitetin e shteteve anëtare të saj. Ukraina është një shtet i cili është totalisht i pavarur dhe sovran, është pjesë e strukturave dhe OKB-s, është një shtet i pranuar në gjithë organizma ndërkombëtar me gjithë parametrat ligjor sipas konventës së Montevideos mbi tërësinë territoriale dhe sovranitetin e çdo shteti. Kështu që në këtë këndvështrim këto janë thjesht justifikime, janë thjesht vonesa, alibi në anën e presidentit Putin për të justifikuar vonesën, për të justifikuar sulmet e vazhdueshme apo për të justifikuar bombardimet, por edhe zënjen e territoreve të reja. Ajo çfarë duhet të spikat në këtë mes, në lidhje me këtë çështje, është që pavarësisht se për momentin presidenti Putin dhe Federata Ruse nuk po i përgjigjen faktikisht, le të themi, marrëveshjes së arritur në Dubai, më falni, në Emiratet e Bashkuara, në Riyadh, në lidhje me Ukrainën, ata e din mjaft mirë që me të paktën me presidentin Trump dhe me Amerikën nuk mund të gënjejnë në mënyrë të vazhdueshme dhe me një afat kohë të pacaktuar. Prandaj, ajo çfarë po përpiqen të bëjnë